Kjo nuk është thjesht një histori për punonjës të këqij. Jo, kjo është një histori për një sistem të keq, vendosur në mjedisin e tensionuar me aksione të larta të një kazinoje luksoze. E dini, kjo është shumë më tepër se një analizë thjesht e një vendi pune. Ky është një vështrim i thellë se si dizajni një sistemi, mënyra se si i ndërtojmë rregullat e lojës, mund të nxjerrë ose më të keqen ose më të mirën tek njerëzit. Pra, le të zhyremi në këtë rast studimor për të zbuluar se si paragjykimet e fshehura, ato që të gjithë i kemi, mund të shkatrojnë një ekip nga brenda jashtë, dhe më e rëndësishmja, si një sistem i menduar mirë mund ta shpëtojë atë. Dhe ja ku plas bomba. Gjithçka fillon me këtë fjali alarmante. Një shër, një përleshje fizike në kuzhinën e restorantit më prestigjos të kazinos Royal Crown. Kjo, natyrisht, nuk ishte thjesht një zënk e momentit. Jo, ishte pika e vlimit. Ishte simptoma e një problemi shumë më të thellë që po zjente nën sipërfaqe prej muajsh. Ishte sirena e alarmit që nisi një hetim të menjëhershëm. Edhe kush thirret për të zgjidhur këtë rrëmuj? Laura Berisha. Si drejtoreshe burimeve njerëzore, puna e saj nuk është thjesht të shuaj zjarret, është të kuptoj se nga vjen shkëndija. Ajo duhet të zbuloj psi departamenti që dikur ishte perle e kurorës së kazinos, tani është në kaos të plot. Misioni i saj, të gjejë të vërtetën. Laura merr dosjen dhe situata është më e keqe se ç'mendohej. 8 ankesa nga klientët më VIP. Gjysma e stafit, pra, 1 në 2 persona kërkon të largohet, dhe sigurisht një sher fizik, por ja ku është detaji që i ndryshon të gjitha. E gjithë kjo nisi 3 muaj më parë, ikërisht kur u prezantua një sistem i ri performance. Ironia, një sistem i krijuar për të motivuar njerëzit, për të nxjerrë më të mirën prej tyre, po bënte krejt të kundërtën. Pra, Laura nis punën. Ajo e di se përgjigjet nuk gjenden në për raporte apo statistika, e vërteta fshihet te njerëzit. Kështu, ajo fillon të intervistoj personazhet kryesore të kësaj drame, dhe me çdo bisedë, ajo zbulon një pjesë të re të puzzle-it, një paragjykim psikologjik të fshehur që po shtrembëronte realitetin dhe po helmonte gjithçka. Ndalesa e parë, Besarti. Dikur, ai ishte ylli i skuadrës, një nga punonjësit më të mirë. Por, pas një problemi shëndetësor në familje, performanca e tij ra ndjeshëm, dhe bashkë me të, edhe vetbesimi. Tani ai është i dëshpëruar, i frustruar dhe po kërkon me ngulm një fajtor për situatën e tij. Besarti është i bindur, 100% i sigurt se ish miku i tij, Doriani, po e saboton. Ai fillon të listojë një sër incidentesh të vogla që në mendjen e tij formojnë një komplot të mirëfillt. Por kur Laura e pyet, a ke ndonjë provë konkrete Besart? Ai ngec. Ai nuk ka asgjë. Ai thjesht e di. Dhe ja ku Laura shënon gjetjen e parë. Besarti është viktimë e një prej kurtheve më të zakonshme të mendjes njerëzore, paragjykimit të konfirmimit. Ai ka krijuar një teori në kokën e tij, Doriani po më saboton, dhe tani truri i tij po punon si një avokat mbrojtës. Po kërkon dhe po interpreton çdo detaj të vogël që e mbështet këtë teori, ndërkohë që injoron plotësisht çdo gjë që e kundërshton atë. Ai nuk po e sheh realitetin, ai po sheh atë që pret të shoh. Tani, le të dëgjojmë anën tjetër të medaljes. Laura flet me Dorianin, të akuzuarin. E dini çfarë? Doriani nuk ndihet si sabotator, ai ndihet si viktim. I sulmuar padrejtësisht, i pakuptuar dhe totalisht i demoralizuar nga i gjithë ky sistem i ri. Dhe këtu del në pa një tjetër pjesë e problemit. Rrëfimi i Dorianit është therrës. Presioni nuk vinte vetëm nga kolegu i tij, por nga lart, nga menaxheri. Imagjinoni të dëgjoni vazhdimisht pse nuk je si ai. Këto krahasime të vazhdueshme publike e kishin bërë të ndjej i pavlerë, duke krijuar një inat të thellë dhe një ndjenje të vazhdueshme inferioriteti. Këtu Laura zbulon defektin e dytë fatal të sistemit. Ai po aktivizonte atë që quhet tendenca e keqreagimit ndaj kontrastit. Duke i vënë punojësit në një garë direkte kokë më kokë, sistemi po i detyronte ta shihni veten vetëm në krahasim me të tjerët. E kuptoni? Në këtë mjedis toksik, suksesi një kolegu nuk ishte më diçka për të festuar, përkundrazi, perceptohej si dështimi yt personal. Më pas, hetimi e çon Laurën një shkallë më lart, tek Elona, një nga mbikëqyrëset. Elona është një yll me rezultate të shkëlqyera, e preferuara e menaxherit dhe ajo e adhuron sistemin e ri. Pse? Sepse për të, sistemi funksionon në mënyrë perfekte. Ajo po fiton lojën. Dëgjojeni me kujdes se çfarë thot ajo.
Për të, menaxheri është i shkëlqyer, sepse e mbështet atë. Po kolegët që po vuajnë, ata thjesht nuk mund të përshtaten. Pra, sipas Elonës, problemi nuk është e sistemi, por të njerëzit që nuk po përfitojnë dot prej tij. Kjo është një mënyrë shumë e rrezikshme për t'i parë gjërat. Dhe këtu është pika kyçe, e dhëna vendimtare. Laura kupton se një paragjykim i fuqishëm ka infektuar edhe vetë menaxhmentin. Rezultatet e jashtëzakonshme të Elonës kishin krijuar një lloj aureole, një halo efekt rreth saj. Menaxheri ishte aq i verbuar nga shkëlqimi i saj sa nuk e shihte fare hijen që ajo po hidhte mbi të tjerët, favorizimin, përçarjen që po shkaktonte. Ai shihte vetëm yllin, jo dëmin kolateral. Në rregull, Laura i ka mbledhur të gjitha provat, i ka dëgjuar të gjitha palët. Tani është koha të bashkoj pjesët e puzzle-it. Ajo përgatit raportin e saj përfundimtar për drejtuesit e lartë dhe përfundimi i saj është vërtet tronditës. Fajtorët nuk ishin ata që të gjithë mendonin. Në raportin e saj, Laura paraqet një tablo të qartë dhe rrëqetëse. Ajo argumenton se ky nuk ishte një rast i izoluar apo dy. Jo, ishte një rrjet e tërë, një ekosistem toksik paragjykimesh psikologjike. Nga paragjykimi i konfirmimit që e bëri Besartin të shihte armiq kudo, te efekti halo që verboi menaxherin, të gjitha këto kurthe mendore ishin ndezur dhe përforcuar nga vetë dizajni i sistemit të ri të performancës. Dhe ja ku vjen përfundimi i saj i prerë, i fuqishëm dhe i pamohueshëm. Problemi nuk ishin njerëzit, kurrë nuk ishin njerëzit, ishte sistemi. Po, pikërisht ai sistemi krijuar me qëllimin më të mirë në botë për të motivuar në mënyrë të paqëllimshme kishte krijuar një arenë gladiatorësh. Ai kishte vënë të gjithë kundër njëri tjetrit. Sistemi ishte antagonisti vërtet në këtë histori. Mirë, problemi u identifikua. Fajtori vërtet u gjet. Po tani, çfarë bëjmë? Këtu vjen pjesa më e vështirë, por edhe më e rëndësishme, zgjidhja. Laura nuk propozon thjesht një rregullim të vogël, një fash mbi plag. Jo, ajo propozon një rishikim të plot të filozofisë departamentit. Propozimi i saj ishte radikal, por në thelb shumë i thjeshtë. Zgjidhja ishte të ndryshoheshin rregullat e lojës. Në vend të një gare individuale të egër, ku shpërblehej vetëm kampioni, sistemi i ri do të vlerësonte suksesin e ekipit. Pra, thelbi u zhvendos nga unë kundër teje te ne së bashku. Do të shpërblehej mentorimi, ndihma mes kolegëve, qëndrueshmëria, jo vetëm sprinti final. Dhe a funksionoi? O, po, rezultatet ishin të mahnitshme. Brenda vetëm 3 muajsh, kultura filloi të shërohej. Besarti dhe Doriani e gjetën sërish gjuhën e përbashkët. Mbikëqyrësit filluan të bashkëpunonin, ankesat e klientëve u zhdukën, kërkesat për transferim u ndalën. Morali, e dini, ajo energjia pozitive, u rikthme fuqishëm. Pra, çfarë mësojmë nga e gjithë kjo histori në Royal Crown? Si mund të parandalohet një krizë e tillë? Si mund të ndërtohen sisteme më të mençura, më të drejta dhe në fundit më njerëzore? Memoja përfundimtare e Laurës na jep një udhërfjes të qartë. Hapi i parë. Kur dizajnoni një sistem, mendoni si një hacker. Pyesni veten, si mund ta thyej dikush këtë sistem? Si mund të manipulohet? Hapi i dytë. Pranoni që të gjithë kemi paragjykime. Liderët të mirë nuk shtriren sikur nuk i kanë, ata i njohin dhe i menaxhojnë. Hapi i tretë. Transparenca. Ajo ndërton besim. Dhe hapi i katërt, ndoshta më i rëndësishmi. Kur shihni një problem, bëni një hetues, jo një gjykatës. Mos u ncitoni të gjykoni, por kërkoni të kuptoni pse pas asaj që po ndodh. Dhe kjo na sjell te një pyetje të fundit, një pyetje për të reflektuar. Mendoni pak për vendin ku punoni, për ekipin tuaj. Çfarë shpërblen sistemi aty? Haptazi apo edhe fshehurazi? A festohen heronjt individual, shpesh në kurrizë të ekipit, apo festohet suksesi përbashkët? Përgjigjja për këtë pyetje mund të zbulojë shumë më tepër nga sa mendoni për shëndetin e vërtetë të një organizate. Mendoni pak për këtë.